Me ndeshjen e Gjiros së 33 që në program është nesër me fillim në orën 17, zyrtarisht do të përfundojë sezoni 2024-2025 i kampionatit në Ligën e Parë të Futbollit të Maqedonisë së Veriut, ku tani më dihet ekipi kampion. Dy ekipet kalojnë në Ligën e dytë dhe dilema e vetme mbetet ekipi që do të luajë në balotazh, apo Brera apo Besa e Dobërdollit. Ndeshja derbi do të zhvillohet në stadiumin e qytetit në Tetov, ku do të përballen tani më kampioni dhe nën kampioni i këtij edicioni, Shkëndija dhe Sileksi. Ndeshja në Tetov në fakt do të jetë një ndeshje festive, pasi tifozët pas 4 ndeshjeve ndalesë sërish kthehen në tribuna, aty ku e kanë vendin, për të përkrahur me dinjitet ekipin e zemrës, për të festuar titullin e 5 kampion i Maqedonisë së Veriut. Dua ta përshëndes Tetovën kampione, dua ta përshëndes Shkëndijën kampione, dhe dua t'i përshëndes gjithë duke filluar prej atyre që kujdesin për stadiumin deri tek presidenca, ulime titullin kampion gjithëve, sepse është një titull kampion bio 100%, gjë që askush nuk na ka dhënë dorë, askush e kena merituar me ndihmën e Zotit. Sa i përket ndeshjes së nesërme, normalisht ndoshta nuk do të ketë stres negativ, që ja mendojmë ndeshjes, mirë po do të jetë një stres pozitiv, menzi presim ta shohim atmosferën që do të përgatitet nga tifozët tonë. Gjithashtu jemi më së të lumtur sepse federata na e lejoi që ta shijojmë këtë titull kampion me familjarët e tonë, me tifozët tonë më të bukur që janë ballistët, me qytetarët e Tetovës, dhe më vjen keq për ata njerëzit që janë edhe jashtë vendit, ku kemi shumë tifozë jashtë vendit, dhe besoj që do të na ndjekin përmes platformës të YouTube dhe shpresojmë të gjithë kanë ngelur të kënaqur. Ishte një vit i vështirë, mirë por në fund ëmbëlsira ja dolëm të shpallëm kampion, me ndihmën e gjithë. Dy sfidat e tjera të javës së fundit padyshim se janë takimet në Strumicë dhe Manastir, ku do të përballen apo Brera dhe Rabotnički dhe Peristeri me Besën, që vendoset për vendin e 10, që do të luajnë në balotazh për të siguruar mbijetesën, ndërsa në Kavadar takohen Tikveshi me Struga Trim Lum.